vlerësojmë thellësisht dhe që ju shenjoni se një udhëheqës të jashtëzakonshëm të popullit tuaj dhe mendoj për ato segmente e njerëzimit që duan që e vërteta të mbrohet e të mbrohen vlerat morale që bashkë ndajmë. Po kështu e jo çuditërisht, ne po ndërtojmë marrëdhënie të shkëlqyera midis Shqipërisë dhe Izraelit. Numri i turistëve izraelit që kanë shkuar në Shqipëri është rritur me 800%, ndoshta 1000 dhe së shpejti do të bëhen shumë më tepër. Dhe mund t'ju them të gjithë izraelitëve që Shqipëria është një vend i mrekullueshëm, me njerëz mrekullueshëm, kështu që shkoni atje. Kjo ishte e para. E dyta, kemi kompani investues izraelit të cilët dinë që ka një mundësi të madhe ekonomike në Shqipëri, ka një orientim drejt tregut të lirë dhe që ka gjëra që mund të zhvillohen së bashku me shqiptarët. Kjo do çohet edhe më tej me çeljen e dhomës tregtisë në Jeruzalem, mendoj nesër, me praninë e kryeministrit Rama. Dhe kjo është diçka që mendoj se do të çojë përpara lidhjet ekonomike. Dhe sfundi do doja të thoja që ne po kështu kemi një mirëkuptim që shkon përtej interesave, por në ndjesën më të thellë të simpatisë njerëzore. Njohim që ka një themel afërsie e vllazërimi midis dy popujve tanë, e dua të them edhe një bazë vllazërimi midis të dyve prej nesh. Faleminderit kryeministër. Dua ta theksoj edhe një herë se Shqipëria e Izraelit ndajnë marrëdhënie të shkëlqyera që i kanë rënjët në miqësinë e thellë midis popujve shqiptar dhe hebre, parktuar përmes shekujsh historie, kur më shumë se një herë hebrejt që iknin persekutimit në Perëndim erdhën e u vendosën në brigjet tona. Trashëgimia unike historike e Shqipërisë në mbrojtjen e hebrejve gjatë Holokaustit e bën këtë lidhje thellësisht të veçantë. E për mua, për ne, është dëshmia e kurajës morale të gjyshërve tanë, një dëshmi që kur nuk duhet ta harrojmë. E duhet bëjmë gjithçka për ta trashëguar brez pas brezi. Qeveria është plotësisht e përkushtuar për ta kremtuar këtë trashëgimi të çmuar nga historia dhe mban një qëndrim të vendosur, të qartë e të pandryshuar kundër antisemitizmit, si brenda vendit ashtu edhe ndërkombëtarisht. Edhe pse popullsia shqiptare me shumicë muslimane u bashkua me solidaritetin në mbar botën, me vuajtjen e popullit të thjesht palestinez gjatë luftës në Gaza, shqiptarët nuk u mblodhën në mitingje urrejtje kundër Izraelit, e as projektuan zemratën e tyre për dhimbjen e tmerrshme të popullit palestinez mbi numrin në rritje të vizitorëve hebrej në vendin tonë. Kjo përbën një kontrast shumë të theksuar me atë çka për fat të keq ka ndodhur në shumë pjesë të tjera të Europës, ku antisemitizmi edhe një herë u shndërrua në një prani thellësisht trazuese. Vendi ynë qëndron në mënyrë të palëkundur kundër antisemitizmit, po aq sa qëndron kundër islamofobisë. Ne qartësisht refuzojmë të lejojmë urrejtjen apo diskriminimin të udhëheq mendimin, veprimet apo marrëdhëniet tona me popujve vende të tjera. Vizita në Nova Site dje, me njëherë pas mbritjes, ishte thellësisht trazuese. E megjithatë pata një ndjenjë lehtësimi moral kundrejt shpirtrave të atij vendi të dhimbshëm, duke e ditur që kur nuk i lam në baltë, qëndruam krah pengjeve dhe familjeve të tyre dhe kundër kasapëve neonazistë të Hamasit, veprimet e cilëve kanë sjell vuajtje të pa durueshme jo vetëm për izraelitët, por për një kohë shumë të gjatë edhe për motrat e vëllezërit tanë palestinez të dehumanizuar nga Hamasi deri në pikën e katandisjes në instrumente lufte, kthyer në një infrastrukturë mbrojtjeje prej mishje e gjaku, mish për zjarrin e terrorit. Diçka e papar dhe e padëgjuar në historinë e barbarive. Shqipëria është e nderuar që bëhet pjesë e bordit të paqes themeluar nga presidenti Trump dhe e shoh këtë ftesë
jo vetëm si një njohje, por edhe përgjegjësi morale. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha përpjekjet për të fshi planin e paqes për Gazën të presidentit Trump dhe do të luajmë rolin ton brenda forcës ndërkombëtare për stabilizimin e Gazës. Me Izraelin ne vazhdojmë të thellojmë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, sigurisë kibernetike e kundër terrorizmit. Kryeministër, më lejoni të shpreh edhe një herë mirënjohjen ton të thellë ndaj Izraelit për mbështetjen kritike gjatë sulmit kibernetik masiv të Iranit kundër Shqipërisë. Ashtu si Izraeli, Shqipëria nuk ka asnjë marrëdhënie diplomatike me Iranin, një vend i madh me civilizim të jashtëzakonshëm që është shndërruar në një ishull terri nga urrejtja e verbër kundër çdo drite. Ndërsa lutemi për shpirtrat e panumërt që kanë humbur ditët e fundit në zjarret e komeinizmit, mbajmë shpresë dhe bindje se ditët e vrasësve të Teheranit po vijnë drejt fundit. Nga ana tjetër, mirëpresim rritjen e tregtisë dhe të investimeve, mbështetur në ekspertizën teknologjike të Izraelit e sidomos marrëveshjet që po arrim ditë pas dite për të ndërtuar bashkërisht një prodhim të ri të mbrojtjes e sistemit ushtarak dhe fal partneritetit me Izraelin, por rikrijojmë kushtet për prodhimin made in Albania të sistemeve të mbrojtjes që të shtrihet edhe jashtë vendit. Në këtë frym të bashkëpunimit në rritje, do të përurojmë nesër, siç ju e përmendët, hapjen e dhomës së tregtisë në Jeruzalem, që synon të forcojë lidhjet e biznesit e të nxit Shqipërinë e mundësitë e saj si një vend që po zhvillohet fort. Së fundi në radhë, por jo nga rëndësia, dua ta përmbyll me notën më mbreslënëse e më inkurajuese në këtë marrëdhënie, turizmin dhe shkëmbimet midis njerëzve, të cilat më së fundi po rriten ashtu siç duhet, mbështetur nga fluturimet e drejtpërdrejta midis Izraelit dhe Shqipërisë. Dua që të ftoj grotësisht të gjithë popullin hebre të vizitojë Shqipërinë e të zbulojë një tokë të jashtëzakonshme, jo vetëm për nga natyra, por për nga shpirti i saj, që siç një vëzhgues hebre e përshkruante përpara luftës së dytë botërore, është një vend ku hebrejt mund të jetonin hapur, të sigurt dhe me dinjitet të plot. Faleminderit kryeministër. Faleminderit juve